16 persona përfunduan në pranga për krime mjedisore. Operacioni i koduar metalurgjiku i udhëhequr nga prokuroria e Elbasanit u finalizua me arrestimin e 9 të huajve indian, nepalez dhe korean dhe 7 shqiptarëve pasi sipas hetimeve kishin ushtruar aktivitet të palishëm në përpunimin e mbetjeve dhe prodhimin e ferrokromit. Ata janë vënë në hetim për ndotje të ajrit, ujrave dhe tokës, fshehje të ardhurave, punësim të palishëm dhe pastrimi i produkteve të veprës penale kryer në bashkëpunim. Nga hetimet intensive si dhe inspektimet e kryera në bashkëpunim me Inspektoratin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, ka rezultuar se 2 subjekte tregtare, të cilat ushtronin aktivitet në zonën e ish metalurgjikut në Bradashesh, kanë shkelur legjislacionin mjedisor. Ata janë përgjegjës për ndotjen e ajrit, ndërsa nuk kanë respektuar rregullat për menaxhimin e integruar të mbetjeve dhe përpunimin e mbetjeve të baterive. Të dyja bizneset u gjobitër njëri 3 milion lek, ndërsa tjetri 10 milion lek, si dhe u pezullua aktiviteti i tyre.